interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste, qysh në kryet herës një pikë e palëvizshme referimi. Dhe ju këtu, ata që janë më si ta themi, të vjetër, si puna ime, të vjetër, e din shumë mirë se në këto ujra kalontin anijet, varkat, makinat e kontrabandës, së naftës që furnizonte makinerin vrastaret Slobodan Milošević. Kalonin këtu dhe kalonin këtu me bekimin e atyre të cilët ditën flisnin për lirin e Kosovës, flisnin për lirin e shqiptarëve në Kosovë, flisnin kundër diktaturës që po shkatronte Jugosllavinë me radhë, me gjak dhe nuk po i linte vende, dhe natën furnizonin makinerin që përdori kundër të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga kthjetrat e regjimit fashist në Beograd. Dhe ndërkohë, çfarë thoshin? Thoshin që ishte Partia Socialiste, ajo që ishte krijuar nga Beogradi dhe që mbronte interesat e Beogradit.